Fotografi, hartat e ershme dhe pikturat e qytetit të Pelenës janë prezantuar për herë të parë në një ekspozit përgjatë shëtitores pranë Kalas Ali-Pashës. Specialistë të trashëgimisë kulturore me rreth 50 materiale kanë sjellë historinë e qytetit, foto nga jeta e banorëve të hershëm dhe të sotëm, zhvillimin urbanistik të Pelenës që nga krijimi i saj. Për ekspertin e trashëgimisë Artan Lame, ekspozita e quajtur Kohë ndalur është një ftesë dhe apel për reflektim. Sipas Lames, në Tepelenën me vlera historike dhe kulturore është ndërprer çdo investim, ndërsa theksoi nevojën e kthimit të këtij qyteti në identitet. Jemi përpjekur të sjellim imazhe të Tepelenës që nga momenti i parë kur ajo del shfaqet në harta apo në pikturat mesjetare deri në vitet e luftës së dytë botërore, kur të themi mbaron një kapitull i historisë dhe fillon një kapitull tjetër. Termi kohë ndalur, që javum kësaj emri, që javum ekspozitës, ka lidhje me faktin që në një farë mënyrë është realisht kur e shef kalan duket sikur ka ngrirë në kohë dhe sikur gjithçka është e bllokuar dhe pret që të vlerësohet. Ekspozita Kohë ndalur u vizitua nga 10 banorë të Tepelenës, të cilët për herë të parë u njohën me hartat, imazhe dhe ndërtimin e qytetit të ershëm.